Një aksident tragjik me pasojë humbjen e jetës e një 26 vjeçari ka ndodhur rreth orës 1 të mëngjesit në aksin kombëtar Korç-Pogradec, pranë fshatit Vloçisht. Viktima është Olti Pishtari, drejtuesi një automjeti tip Benz. Sipas informacioneve paraprake, automjeti i tij ka dalë nga një rrugë rurale për të futur në aksin kombëtar, kur është goditur nga pas nga një automjet tip Audi që drejtohej nga Kristi Cenolli, 27 vjeç. Përplasja ka qenë tepër e fortë, duke bërë që automjeti Benz të dalë nga rruga dhe të përfundojë në kanal, pothuajse i shkatruar plotësisht. Si pasojë e goditjes, Olti Pishtari ka humbur jetën në vendngjarje. Nga aksidenti janë dëmtuar edhe drejtuesi i automjetit Audi, Kristi Cenolli, si dhe një pasagjer që udhëtonte me të. Të dy janë transportuar në Spitalin Rajonal të Korçës, ku po marrin mjekim dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se një nga pistat që po hetohet është shpejtësia me të cilën po lëvizte automjeti Audi, por shkaku i saktë i aksidentit pritet të përcaktohet nga hetimet.